Welcome to the week. Të vini në informimin e lavor të tomave specializuar të Kosovës, funksionojnë të ofrojnë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Më 9 mars 2026, paneli i Gjykatës Supreme, i përbërë nga gjykatësit e Katerina Trandafilova, Christine van den Weidengard dhe Daniel Franson, rrëzoi në tërësi kërkesën e Pieter Shalës për mbrojtje të ligjshmërisë. Kërkesa pretendonte disa shkelje në lidhje me aktgjykimin e apelit të lëshuar në korrik të 2025-s. Paneli rrëzoi të gjitha pikat e ngritura nga mbrojtja dhe nuk konstatoi shkelje të së drejtës së zotit Shala për gjykim të drejtë, të së drejtës penale apo të procedurave dhe i shpalli disa pika si të papranueshme. Ndër të tjera, zoti Shala parashtroi se koha për 24 vitesh mes ngjarjeve dhe gjykimit të tij e bënte shumë të vështirë realizimin e së drejtës për gjykim të drejtë. Duke rikujtuar se në bazë të Kodit Penal të Kosovës nuk ka parashkrim për krimet e luftës, gjykatësit vunë në pa se si u zbatuan një sër garancish në çështjen e zotit Shala për të siguruar drejtësi në vlerësimin e provave. Për kujtesë, në korrik 2024, trupi gjykues e shpalli zotin Shala fajtor për krimet e luftës të ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes paligjshme. Zoti Shala e apeloi aktgjykimin dhe në aktgjykimin e korrikut 2025, paneli i apelit konfirmoi vendimin e fajësisë së tij për uridonimin e njësuar nga 18 në 13 vjet burgim, duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim. Kjo u bë pjesërisht sepse për disa prej viktimave prokuroria nuk i paraqiti provat përmes një dëshmitari të cilin mbrojtja mund të pyeste në gjykatë. Kjo është e rëndësishme, sepse në bazë të rregullores së DSK-s, vendimi i fajësisë nuk mund të mbështetet vetëm ose në masë vendimtare në deklaratën e një dëshmitari të cilit mbrojtja nuk ka pasur mundësi të bëjë pyetje. Po ashtu, paneli i apelit mori parasysh kallëzimet e dënimeve të zbatueshme në kohën kur kryen krimet në Kosovë dhe një sër faktorësh të tjerë dhe doli në përfundimin se dënimi me 13 vjet ishte dënim më i përshtatshëm në këtë çështje. Për më shumë kontekst, kjo çështje lidhet me krime lufte që u kryen në maj dhe qershor 1999 në fabrikën e metalit në Kukës, një fabrikë e mëparshme e përpunimit metaleve në qytetin e Kukësit në veri të Shqipërisë. Gjatë kësaj kohe, FMK-ja shërbente si shtab i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Kukës dhe u përdor për disa qëllime, ndër të cilat edhe për rekrutim, mobilizim dhe logjistik. Trupi gjykues konstatoi se ajo u përdor nga disa anëtarë të UÇK-s për të ndaluar marrë në pyetje dhe keq trajtuar persona që konsideroheshin se bashkëpunonin, ishin të lidhur ose simpatizonin autoritetet serbe, ose se nuk mbështesin mjaftueshëm luftën e UÇK-s. Viktimat ishin kryesisht shqiptarë të Kosovës. Trupi gjykues konstatoi se të ndaluarit u mbajtën në kushte njerëzore dhe degraduese. U morën në pyetje ashpërsisht dhe u detyruan të jepnin deklarata dhe të pranonin fajësinë. Sipas aktgjykimit, ata u keq trajtuan psikologjikisht dhe fizikisht dhe keq trajtimi brutal i la të ndaluarit me pasoja afatgjate fizike dhe mendore. Trupi gjykues konstatoi se një prej të ndaluarve u qëllua me armë nga një antar i UÇK-s, pasi ishte keq trajtuar disa herë nga një grup antarësh të UÇK-s. Ai vdiq si pasojë e plagëve të shkaktuara me armë zjarri, ndërthurur me refuzimin e trajtimit të duhur mjekësor. Në maj qershor 1999, zoti Shala ishte antar i UÇK-s. Trupi gjykues konstatoi se ai ishte i pranishëm fizikisht në FMK në disa raste dhe bashkë me antarë të tjerë të UÇK-s mori pjesë në marrje në pyetje dhe keq trajtimin brutal të disa prej të ndaluarve. Sipas aktgjykimit, ai mori pjesë gjithashtu në keq trajtimin brutal të ndaluarit që vdiq pasi u qellua me armë zjarri. Trupi gjykues u akordoi dhe një shpërblim 8 viktimave pjesëmarrëse në proces dhe urdhëroi zotin Shala të paguajë shumën prej 208.000 eurosh si kompensim për dëmin fizik, mendor dhe material që pësuan viktimat.